Jeta, qëfar është jeta? Qka janë emocionet? Kjo qëtësi ma ka plojë shpirtin. Edhe ndjej tëftoft nga trupi që në zemër në shpirt. Funë si shpirtin nuk them, po kjo qenë ka dhimbje më madhe dhe më pashurushme që mund të kemi. Mendoj shumë, ndoshta nuk duhet, disa gjëra duhet të ly ashtu të shkojnë si shkojnë vetë. Plengosim dhe shgënjejem. Nuk e di pse pres shumë nga njerëzit kur e di të vërtetën. Kur e di se në këtë jetë japim por vështirë të marrim. Në çdo fjalë ndjej vibracionet e gënjeshtrave të njerëzve. Lumturia nuk qenë ka ashtu si mendoja. Jeta nuk më gëzoi ashtu si e presja. Dhe planet që i kisha nuk shkuan ashtu si i planifikova. Mora shumë zhgënjime. Pastaj e kuptova se gjërat morin kthesa të ndryshme. Dhe ne jemi ata që i drejtojmë. Duhet të kemi fuqi. Ti përballojmë ngarkesat që na e rëndojnë shpirtin. Koha po ecë, nuk po ndalon dot. Dhe ne vlerësojmë gjërat materiale, paratë e shumë çka tjetër. Por pak e vlerësojmë kohën, momentet, çastet, i harrojmë. Mendoja se kam kohë, se momentet dhe çastet e dëshiruara do të vinë, duke mos i përjetuar ato që kisha. Pastaj, kuptova diçka më ndryshe. Atëherë kur koha për mua ndaloi, isha komplet i pa shpresë. Nga ëndrat e majave më të larta, isha thellë në dëshpërim. Gabimet më shndrua në plagë, dhe plagët mi vresin ëndrat, çastet e jetës, buzëqeshin. Të gjithë kemi një kohë të caktuar, fillimin dhe mbarimin. Po ne duhet të jetojmë të tashmen. Momentin të cilin e kemi tani, duke u koncentruar për më të mirën e mundshme që mund të bëjmë. Kur fillova të përballesha me pengesa të mëdha, fillova ta urreja veten. Thoja përse unë duhet të përballem. Pastaj u mësova. Problemet që kisha, pengesat që kisha, u bëra një me to. Dhe e vetmja mënyrë për t'i kaluar ato ishte të bëhem më i fortë se ato. Atëherë kur lutesh për frymë, kupton vlerat e gjithë shkaje. Çastet ndalojnë. Minutat bëhen orë dhe orët bëhen javë. Ti ndalon. Nuk dëshiron para. Nuk të duhen rrobat më të shtreta. Ora, qafora apo diçka e tillë. Të duhet frymë. Të duhet jetë. I shtrirë, duke shikuar qiellin, duke shijuar qetësinë, duke menduar për gjërat. Po shëron plagët, po nuk shëroj asgjë. Unë thjesht u mësova me to, jetoj me to. Besoni ose jo, dhimbjet i kam, i ndjej, po nuk më të psojnë më. Kisha frikë nga vetmia, por mos harroni se vetmia të bën më të fortë. Atëherë kur isha komplet i shtrirë për tokë, nuk doja të dorëzohesha. Esja zhag i shtrirë, pastaj me gjysmë më hapa, arrita në hapa të vegjël, e hapa të vegjël më bën ecje. Ecja ime u bë vrap, nga toka në vrap, sepse nuk doja të dorëzohesha. Nuk ka rëndësi se sa shpejt ecë, rëndësi ka se sa do të qëndrosh në hapa të to. Nuk ka rëndësi se sa rrëzohesh. Unë rrëzoha shumë herë, rrëzimet nuk më dobësuan, më bën më të fortë. Kaloi kohë gjatë, derisa e mora veten. Më desh shumë energji. Energji të cilën se dija që e kam deri në momenti kur kisha nevojë për të. Ajo erdhi, ishte aty me mua. Një ditë pritje për mua ishte shumë e madhe. Pastaj jeta më mësoi diçka ndryshe. Jo një ditë e dy, por vite. U deshën vite. E urreja veten. I urreja dhimbjet, i urreja pritjet. Tani pajtohem me vetë. Bëhem një me dhimbjet
dhe pres si kur të kemi mi vite jetë. Gjithë shka vjen në kohë të caktuar, edhe dimri edhe vera, nuk e ngatroj njëra tjetrën, dielli nuk e pengon hënën, lulet nuk rriten pa diell, e uji nuk ngrihet pa të ftoftë, akulli nuk shkrihet pa arë pran vera. Zemra tona nuk lumturohen po ta ujitim urrejtjen. Shpirti nuk të pushon duke bërë keq, e keqja nuk ndalet përderisa nuk e mendon të mirën. Gjithçka ka një arsye, mësuesi më i mirë është jeta. Provimi i vetëm i vërtetë është situata me jetë, dhe e vetmja që nuk ta falë shkoa. Lumi ec, nuk po ndalon dot. Stinet po ndrohen dhe sërish po vjet dimri. Unë po ngrohem po shpirti jo, ora po lëviz, akrepat s'po ndalojnë dot. Unë po flas, po shpirti s'po më flet. Unë s'po qaj, e shpirti po veçon. Po s'qej shumë, shpirti jo. Unë po ndihem i lirë, por thellë në shpirti burgosur. Po e ushtroj trupin, po si ta ushtroj shpirtin. Po ha edhe po ngopëm, por thellësisht jam i uritur. Po pastrohem, po në shpirt po ndihem i njëllosur. Po vishë mirë, po duke mirë, por s'po ndihem njësoj. Shëndet shumë po ha, po shëndetin s'po e ndjej. Po vrapoj, po nuk po arrij askund. Po ndalëm, por bota nuk po ndalëm. Po shoh shumë njerëz, po a thua vallë kush po më sheh mua. Po ndëgjoj shumë fjallë, po kur po flas, nuk po ndëgjohem. I respektoj të gjithë, por nuk po ndihem e respektuar. Nuk e di çfarë është të respektoj, por prapë jap respektin. Nuk e lëndoj askënd, po përse po më lëndojnë? Nuk e fyje askënd, por e fyje po ndihem. Pa fjalë, jam pa fjalë, por i mbushur me fjali në kokë. Pyetje kam shumë, e përgjigjet nuk po i gjej. Të urojnë shëndetin kur ti jesh i sëmur, dhe të bëjnë që të vdesesh kur ti jesh i shëndosh. Të urojnë begati nga Zoti, por të marrin dhe atë paktën që ki. Të vrasin e lutën për paqe, burtasin e lutën për shëtësi, sillen me arrogancë dhe bëjnë thirrje për mirësjellje. Ndalem, mendoj, largohem, e distancohem shumë. Nuk po flas shumë, jo se s'kam çfarë të them, por s'kam kujt t'ja them. Kuptoj shumë, por nuk po kuptohem. Se di pse ka komplikime kur zgjidhjet janë. Kur dia ekziston, përse hasim në padituri? Kur libri është gjallë, përse vdesim në alfabetizëm? Kur mund të punojmë, por mbesim të papunë. I kemi sytë për të parë, por nuk i përdorim që të shohim. Dëgjojmë me vesh, por nuk po kuptojmë asgjë. E njohim shkronjat, po si kuptojmë fjalët. Shpirti nuk po ekzistonte për disa. Dashuria qenë ka veç fjalë shkruar, apo e kemi dëgjuar ndokën. E kemi parë, por se kemi prek dot. Po e ndjekim, por ajo po ikim. Po ndalemi dhe ajo po qëndron aty. Dashuria është nevoja apo çka? Si mund t'i thuash dikujt të dua, pastaj ta urrish? Të vjen ftoft për zjarmi nuk të ngro. E dashuron për e leq të ikë. Atëherë çfarë kuptimi ka dashuria? Është nevojë? Apo me të vërtetë dashuria i bashkon njerëzit e caktuar? Mendimet nuk më ndalen kurrë, por fjalët po, nuk po shprehen dot, e nuk po shoqërohen shumë. Shoku,
është një tjetër fjalë shkruar apo me të vërtetë ekziston. Ajo është aty kur ke nevojë, ku është, s'po e shoh. Ti je në dhimbje, ndjem së bashku dhimbje. Kush po të qëndron afër? Vetmia po të shoqëron, njëjtë sikur mua. Pra qenë kemi shok. Ti po me kupton dhe unë po të kuptoj se si ndihesh. Por, ku je, unë s'po të shoh dot, përse s'flet. Njësoj si unë, më dëgjon po s'flet dot. Më sheh, por nuk më ndjen. Më pusqesh, por nuk ndihesh njësoj. Pra u tret më sërish. Nuk po më ndëgjon e s'po të dëgjoj. S'po të ndjej e s'po më ndjen. S'po flet e as s'po flas më. Të shoh e më sheh, por nuk më ndjen as të ndjej. Pastaj ike me vrap, por nuk shkova as kund. U lodha dhe ndalove, por bota nuk ndaloj aty për ty. E as unë nuk erdha, sepse as ti nuk qëndrove. Përse jemi të pikëlluar? A thua jemi vetëm ne? Apo mendojmë më shumë se të tjerët? Ku shkojnë të tjerët që po ecin? Çfarë po ndjen ai që po qesh? Dhe çfarë dhimbje ka ai që po përtet? Ai që po ecën ngadalë përse është i pikëlluar? Shonjë tjetër që kërcen me hapa, u rrëzua dhe u qua përsëri. Buzëqeshje dhe vazhdoi. Unë po shoh gjithçka. A thua më shëmua dikush? Kështu siç jam në mendime, i ftoft, i rrëzuar dhe i dëmosur. Apo më sheh thjesht si një njeri më shumë në rrugë. Koha s'po ndalon dot. Njerëzit po ndryshojnë. Apo koha po ndryshon. Dhimbjet e mia s'po i ndjej më. Por ende ka ditë që mendoj thellë. Dua të jemi lumtur, por s'dua që të mbetet vetëm një dëshirë. Dua të jemi shëndosh, por s'dua ta pranoj se jam i sëmur. Dua të buzëqeshet të qesh shumë, por se pranoj dot se jam i pikëlluar, i dyshkëruar. Qëndroj e dukem i fortë, por si tregoj askujt se sa duhet ndihem nganjëherë. Njoh shumë njerëz, por shumicën e kohës jam i vetëm. Punoj shumë, por përse gjithmonë është pak. Të gjykojnë, po përse nuk të pyesin, vetëm të tregojnë. Ti tregojnë gabimet, por nuk ju intereson për vështirësitë që kalove, të ndëshkojnë. Por kur nuk t'i japin merita për suksesat që i bëre. Xhelozojnë, nuk e di përse, ti nuk bëre asgjë keq. Pastaj, ti ishe në luftë, me vetën, me pengesat tua. Ishe i rrëzuar për tokë, dhe askush nuk ta zgjati dorën. Ti u zgjove vetë. Tani çfarë kërkojnë nga ti? Ndihmë? Përse kërkojnë ndihmë? Ndihmë se dhe askush. Çfarë ju ke borxh? Tani të quajnë ignorant, egoist e vetjak. Po ti s'bëre asgjë keq. Ti sapo dole nga lufta jote. Por mos u bëj merak. Unë të kuptoj. Sepse unë sapo dola prej andej. Mos i ndëgjo. Rregullat që kishim më parë, po vlej kanë ende. Prap në shoqëroj mendimet, nuk po flas shumë, sepse prap s'po nuk kuptojnë. Nuk po besojnë, apo s'ju intereson fare për neve. Mendoj se s'ju intereson fare. Prej nga vjen, çfarë ke përjetuar apo me çfarë ke luftuar. Thjesht dua të marrin nga t'ja çfarë ju nevojitet. Andaj mbrohu, bota qenë ka e çuditshme. Apo edhe kjo është një tjetër sfidë që në takon neve, ndoshta ende s'kemi arritur në cakun e pashës. Tek ata të cilët na duan, na shohin e na ndjejnë, na flasin e na ndëgjojnë e na kuptojnë. Kur rrëzojmë ne japim dorën, e kur rrëzohen ja u japim dorën. Po i ndjen shëndetin apo thjesht që mësuar me problemet. Unë u zgjova, u gëzova dhe vloja të buzëqeshje. Mendoja se bota po e dinte për mua, por askush s'më uroi, askush nuk më pyeti se si i adola ose si po qëndroj në këmbë.
Ata vetëm më kërkonin nga unë. Me thanë se po qesh shumë, por s'me pyeti sa kohë kam pa qeshur. Me thanë se po krenohesh me forcën tënde, po s'me pyetin sa kohë mu desh vetëm të zgjohem në këmbët e mia. As kujt si intereson se sa ke vuajtur, çfarë dhimbje ke, përse? A jemi njerëz? A kemi ndjenja? Apo ka për të cilëve si janë njerëz? A duhet të kujdesemi për njëri tjetrin? Apo njerëzit janë për të vrarë me njëri tjetrin? S'kuptoj asgjë, edhe pse lexoj shumë. Kam mësuar se, nëse dëshiron dikush të ndëgjoj, mos ju luç të ndëgjoj, vetëm rrit zërin. Mos kërko mbështetje, vetëm filloj rrugën tënde, reflekto forcën tënde, dhe të tjerët do të vinë nga pas. Mos kërko nga të tjerët, ato s'do ta japin. Tregojo veprat e tua, por mos ju kërko vëmendje. Vërtet po që është nevoja, por kur mos u bëj lutje. Lutjet janë për njerëz të dobët në këto kohra. Ki mirësjellje, por përdore forcën po që nevoja, sepse kështu po e kërkon koha. Duaj njerëzit e tu, njerëzit për rreth teje, por kur mos ju beso askujt. E aq më pak, mos u mbështet tek askush. Nuk po gënjej askënd, por as nuk po besoj. Do të shoh vetë, sepse s'gënjej, mund të jemi gënjur. Kërkoja nga Zoti të isha më i fortë, të isha vërtet i fortë. Mendoja se do të më jepte forcë, por ai më dha pengesa për t'i kaluar. Më njoftoi me shumë sfida të vërteta, të rënda për mua. Kohë të gjata, pritje dhe durim. Nuk e kuptoja, e urreja një situatë të tillë, por më vonë kuptova se ai ishte duke më mësuar si të jemi fortë. Më i qëndrueshëm dhe i pathyeshëm, e falenderova shumë më vonë, por e di se tek ai vonë së shkor. Qaja, po lotët e me shikonin me habi. Ata më shoqëronin mua e unë i urreja ata. Nuk po e kuptoja se ishin duke më mësuar të qëndroja i fortë vetëm. Mbeta i uritur, pastaj e kuptova vlerën e ushqimit. Mbeta pa të ardhura dhe fillova t'ja di vlerën çdo centi, çdo moment e ndjeja. Sepse kuptova se nuk thehet më. Mbeta i vetëm, tani ja di vlerën familjes. Lotët më mësuan se sa vlerë është një buzëqeshje. E dëshprimi më mësoi se sa e mirë është lumturia. Dhimbja më tregoi se çfarë vlere ka shëndeti. E tradhtia më vërtetoi se sa të rrallë janë njerëzit besnik. Gabimet më mësuan se sa me vlerë është dituria, libri e mësimet të jetës. Sa me vlerë është urtësia. Mësova vetëm kur nuk qëndroja do të qete i duruar, e aq më pak i shoqëruar me librin. Fjalët i ndjenjë çdo fjali, më parë fjalit të tëra na shkaloja. Sa i paditur kisha qenë, apo tani vetëm di më shumë. Unë po eci e po mendoj, kohën kur isha i shtrirë për tokë, e tani në këmbë. Shpresoj të mos shtrihem prapë, e jeta të më jap përgjigje, po pres ende si një i pangopur për dije.